Bashkia e Tiranës ka shpërndar deri më tani rreth 2000 karta studenti, ndërkohë edhe 500 të tjera ndodhen në zyrat e bashkisë dhe i bëhet apel studentëve që t'i tërheqin. Alma Marku, drejtoresha e marrëdhënieve me publikun, theksoi se edhe gjatë kësaj fundjavë sportelet do të jenë të hapura për aplikim dhe për të tërhequr dokumentin. Numri i aplikimeve për kartat e studentit nga momenti që flasim ka arritur në shifrat e 1981 aplikime. Bashkia e Tiranës fton të gjithë studentët që të vinë dhe gjatë ditës së shtunë dhe të diel për t'i krijuar atyre lehtësi për aplikimin dhe për tërheqjen e kartave të studentëve. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës parashikon të ndërhyjë në rikonstruksionin e çerdhës numër 15 në njësinë bashkiake numër 3. Për të inspektuar fillimin e punimeve në këtë çerdhe ishte kryebashkiaku Lulzim Basha. Do të nisë një rikonstruksion i cili në pjesë të veçanta mund themi se do të ngërthej të gjithë teknologjinë e ndërtimit të historisë njerëzimit. Do të hiqim kallamat me cilat është bërë tavani, do t'i zëvendësojmë me teknologjinë moderne të sigurt të ndërtimit dhe të izolimit. Të 80 fëmijët e kësaj lagje në mini bashki numër 3 do të kenë kushte optimale shërbimi gjatë dimrit dhe gjatë verës, sepse pjesë e investimit në këtë çerdhe, si kundër dhe në çerdhet e tjera, do të jetë sistemi ngrohjes.